53-4% tjera të lajmeve, të cilat nuk dihet se nga vijnë. Ta marrim shembull luftën Rusi-Ukrainë. Një pjesë e madhe e informimit, e cila ndodh në opinionit në Kosovë, vjen për luftën e Ukrainës vjen nga media të cilat janë botërore. Ta zemi BBC, CNN, Reuters etj. Po ky vëllim është diku 42-43% i lajmeve për luftën e Rusisë vijnë nga mediat botërore. Tash shtrohet pyetja, çka ndodh me 53-4% tjera të lajmeve, të cilat nuk dihet se nga vijnë, se nuk deklarohet dhe nuk vijnë. Lufta e Ukrainës ka pas dhe impakt negativ ekonomik dhe në Kosovë, për x arsye. Shtrejtimi i çmimeve, vështirësimi i importit e eksportit të mallrave etj. Dhe të gjitha këto në Kosovë zgjedhjeve janë paqetuar si dëme të cilat po shkaktohen në ekonominë dhe të Kosovës. Dhe sigurisht që këta mund të kenë ndikim. Ky fenomen i ngjashëm ndodhi dhe rreth inaugurimit të presidentit Trump. Pra të gjitha narrativat e mundshme në Kosovë pro dhe anti-amerikane para dhe pas inaugurimit të Trumpit përjetuan një shift kompletisht të dramatik, mund të themi. Dhe kjo lidhet po ashtu rreth zgjedhjeve në Kosovë. Sa po afrohen zgjedhjet në Kosovë, përsëri vinë në sipërfaqe tema të cilat kanë të bëjnë direkt apo indirekt dhe me këtë segment.